Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah I madhëshëm thot në Kur'an: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Zoti yt ka porositë që të mos adhurohet askush tjetër përveç tij dhe që prindrit të respektohen. Shkoni në Kur'an vazhdimisht I lartëmadhëshmi I bashkon këto dy gjëra. Drejtën e tij me drejtën e prindërve. Pra adhurimin ndaj tij të vetmit me respektin e prindërve. Kjo tregon çfarë rëndësie të madhe I ka dhënë Islami respektin ndaj prindërve. Saqë ka bashku bashkë me drejtën e tij. Prandaj këtu po thot ka porositë Zoti yt, ka gjykuar Zoti yt që të mos adhurohet askush përveç tij dhe që prindrit respektohen. Pastaj ky ajet vazhdon dhe thot I lartëmadhëshmi: nëse arrin pleqërinë prindrit e tu, njëri apo që të dytë, atëherë mos ju thuaj as of, as mos u sjell vrasht me ta, po thuaju fjalë fisnike. Pra këto janë 3 porosi. E para është mos më thon as fjalën of prindërve. Pra as fjalën më të voglën që është kundërshtuese, që fjalë më të vogël se sa ajo fjalë që përbohet prej 2 shkronja nuk ka. O f. As këtë fjalë nuk ban me thonë prindërve. E mos flasum për fjali, e mos flasum për fjalë shumë të këqija. Pastaj po thot: "Wala tanharhuma", mos u sjell ashpër me ta. Mos I largata, mos I tmerrata. Dhe çfarë në anën tjetër, pas ndalesa po ta jep një urdhërisë. Po thot thuaju fjalë fisnike. Pra në fillim ndaloj që mos më thon fjalë of, pastaj tha mos më sjell ashpër me ta, tash po urdhën më thon fjalë fisnike. Pra fjalë më të mira, fjalë më të ndershme që I meriton ai kush prej njerëzve janë prindrit. Prandaj fjalë më të arta, fisnike sikur ari, thuaju prindërve. Pra kjo është një porosi madhështore që Kur'ani na mëson që ta kemi në raport me prindrit.